e kanë pyetën Ibrahim ibn Edhemin dhe I ka thënë ja Aba Ishaq, Allahu Azza wa Jall thot ka thënë Kurani Kerim, ud'uni astajib lakum, I lutuni ju mua, unë do t'ju përgjigj juve. Përse na umitëm të lutën, megjithatë Allahu Azza wa Jall nuk po na përgjigjet në atë të cilën po lutëm. Përse ne po bëjmë dua mirë, po Allahu duat tona nuk po na ndëgjon. Përse ne po kërkojmë bëj, po Allahu nuk më na përgjigjet. O lejo të ndërshëm, a din çka tha Ibrahim ibn Edhemi që e kanë quajtën dhe kanë thirrë Abu Ishaq? Tha për shkak se zemrat e juaja kanë vdekur nga 10 gjanat. Ndëgjoni me vëmendje, do t'i numëroj për shkak kohës, vëllezër të ndërshëm. E para pe atinve tha, nga se ju e keni njoftën Zotin tuaj mirë, po nuk jeni duke ia dhënë drejtën Zotit tuaj. I ke thonë se Allahun e kam Zot, mirë po Allahun tan nuk e adhuron. Ju jeni ata që lexoni Kur'an, mirë po nuk veproni me Kur'an. Ju pretendoni se e doni pejgamberin alayhis salam, mirë po ju jeni e keni praktikën sunetin e pejgamberit që pretendoni se e doni. Ju pretenduat se shejtanin e keni armik, mirë po miqësuat me ta. Ju pretenduat se jeni përmallu për xhennet, mirë po nuk keni përnu për ta. Ju pretendoni se keni frikë nga zjarmi, mirë po nuk hikni nga aj. Ju besoni se vdekja është hak, nuk u përgatitni për ta. Ju jeni ata që I hangrën të mirat e Allahut, duke falendëruar Allahun. Ju jeni që u preokupuat me tmetat e qerve, I harruat tmetat e juaja. Dhe ju jeni ata që për ditë I vorrosni njerëzit me duart e juaja dhe nuk merrni këshill dhe mësim nga jo. Kjo është shkak që ka bëu që zemrat të vdesin, vëllezër të ndershëm. Për këtë arsye që na I gara sot mesin e vorrezave, sikurse mos me pas me ardhen kindarse me jo vdekje, ndërsa selefët parë tonë thoshin kur shkojshim në vorreza, nuk e di shmikan me ngoshëllu, nga se të gjithë njerëzit ishin të pikëlluar. Thuaj se të gjithë njerëzve ju ka vdekën ka një familjar, nga se e dishin se sot e bërë di kanë, nesër kanë me të bërë ti.